Ne me kohë kemi treguar se kjo gjykatë është një gjykatë shumë raciste dhe fashiste për ne, si shqiptar, besoj edhe për veteranët e ushtrisë në Kosovës. Unë këto kam përjetuar në shpirtin tim dhe në trupin tim unë, presidenti Baci Jakub, Agjeshala, Nasim Haradinaj edhe tash sfundi Salim Mustafa Cali, i cili përjetoi, po unë e di që Calin mes dhimbjes do ta gjenë forcën. E dim që kjo gjykatë është shumë e domshme për vendin, po ja peshin edhe këtu se kjo gjykatë është dosh ta lëroj Calin që të vjen vizitë humanitare para 5-6 ditë, jo sot kur ne kemi bu kërkesë dhe mbrojtja e Calit ka bu kërkesë që ta liron Calin që të vjen paktën ta viziton babën sa ishte në spital, gjallë ta shift, dhe që janë ndodhe kundërta, edhe sot nuk e lirun, që nuk ka menduar paktën bili sot do ta lirojnë që të vjen varrim, se Cali është i dënuar, ka një verdikt 15 vite burg, pa drejtësisht i dënuar me dëshmitar të rreshëm dhe të falsifikuar dhe me dosje të rreshme, kështu që çka thon tjetër. Cali Gjon Kurajo, Gjon forcën, e di që forcën e Gjon Cali, se Cali edhe në Luk ka qenë i fort, edhe në burgun e ish Jugosllavisë, natë 3 natë shot Gorçenburg ka qenë i fort, po edhe tash do të jetë i fort ashtu si gjithmonë. Edhe njerëzit që ka mëna Cali, presidenti dhe të tjerët do të thonë Cali forcë dhe kurajo. Kështu që unë do ta ngushoj Calin këtu përmes mediave të juve, Calin dhe gjithë familjen e tij. Edhe një telegram që ka dërguar dje nga qendra para burgimit, që unë kam punë në telefon me shokët mëna që të gjithë një nga një me emri kanë dërguar ngushtime familjes Calit, vëllezërve dhe motrat të Calit dhe familjes direkt të Calit. Kështu që faleminderit juve që keni gjithë ku më ardhur, ju dhe peshin edhe vetë se kjo gjykatë është shumë e domshme. Unë dje kam punë në televizion tash, nuk e di se në televizion për juve që shteti i Kosovës, qeveria në detyrë, ministria në detyrë e drejtësisë, ministria e punës, është dash dje të dërgojnë një letër në qendrat e paraburgimit se Cali ka verdikt. Dhe qendra paraburgimit dhe gjykata ka drejt Calin italian që të sot në varrim se Cali ka verdikt. Po ne peshojmë që qeverinë e ty çfarë është, dhe çfarë ka qenë më herët. Piksoj qeveria s'prish asgjë, dhe s'kemi prit deri më sot kurrë. Kështu që kjo qeveri është për turpin e shqiptarëve që është në pushtet. Edhe që dhosh Zoti që mos vjen pushtet se kjo është dosh që interesohet paktën për qytetarët e vet. Jo për luftëtorë, por që ata janë qytetarët e vendit të Kosovës. Dhe kjo qeveri është dosh dje të dërgojë një letër në qendrën e paraburgimit për ta cilë Calin sot në varrim, paktën ti thot babës vet lam të migën në fundit 2 grush të dhjetë që është për mi. Po është e vërtet, mbrojtja dje kom komuniku, është e vërtet që mbrojtja ka bëu kërkesë për herë dje herët, në orën 12 se ka bëjë dikun, kanë bëu kërkesë që për Calin të lirohet sot që vjen në varrim paktën 4 orë jetë këtu. A ka posë në vendim apo? Jo, s'ka përgjigje ende, s'ka përgjigje ende, alo, kështu që ju peshini vetë çfarë gjykatë është. Kjo gjykatë më shumë kjo përket burgjeve serbe, apo ishte Jugosllavi, sistemi i Jugosllavisë, apo Rusi, Korea, apo Kinë. Kjo nuk ka gjykatë e Evropës, për thëmë si që s'ka drejtësi këtu fare. Sot jemi mbledh këtu për të dhënë lanë të mirën e fundit një njeriu tonë të dashur, një familjarit të mirë, një babait të mirë, i cili një pjesë të madhe të jetës së tij, duke qenë që gjithë familjen po krye me Calin tonë të dashur e ka pas të angazhuar në veprimtarinë patriotike, natyrisht që ka qenë edhe vetë i përfshirë edhe shtëpia e tij ka qenë një prej bazave më të rëndësishme në Prishtinë. Kur ne humbim një njeri të dashur, humbim diçka edhe nga vetja jonë. Ne varrosim edhe nga vetja jonë diçka. Natyrisht dhimbja është e madhe, po dhimbja sot është e trefisht. Është e trefisht sepse po e humbim Bancin, ja, pra po e humbim një njeri të dashur, një njeri që ka dhënë kontribut, një njeri që ka qenë shtëpi e madhe e lirisë Kosovës. Po e humbim, po ndjem dhimbje edhe sepse se kemi Calin këtu. Domethënë është një dhimbje dyfisht, nuk e kemi djalin e tij, domethënë shokun tonë të dashur, një nga njerëzit më kontribues për lirinë që e kemi sot. Po e kemi edhe një dhimbje tjetër, sepse ai nuk është këtu për shkak një padrejtësie të madhe që po na shkaktohet. Pra, është kjo padrejtësi e cila dhimbjen e bën edhe më të madhe. Cali nuk është këtu sepse është i dënuar në mënyrë padrejtë, fatkeqësisht nga një gjykatë e padrejtë, e cila flet në emrin tonë, po nuk vepron në emrin tonë. Ai nuk ka këtu përkundër që është dënuar në mënyrë padrejtë, po me asnjë rregull, me asnjë parim ndërkombëtar nuk do duhet t'i ndaloj që ai thjesht të vinte ta shite babain e tij në shtratin e vdekjes dhe po ashtu nuk do duhej të ndalohej që ai të ishte këtu edhe sot në këtë ditë
të fundit që të ndajë me prindin e tij. Por fatkeqësisht këtë gjykate kem realitet cilin e dim se si ka ardhur në këtë jetën tonë politike, në jetën tonë shoqërore. Ky realitet është i dhëmshëm dhe ne nuk kemi mundësi tjetër se si ta përballojmë këtë përveç se me dinitet. Ashtu qysh ka jetu Bacija me dinitet tër jetën e tij, ashtu qysh cali jonë qëndron atje me dinitet, edhe sot do ta kaloj këtë ditë me dinitet, ashtu duhet edhe ne gjithë sot me dinitet t'i ka përcejmë këto padrejtësi, ta vazhdojmë jetën, edhe të tregojmë se jemi këtu kemi me mbet, edhe kemi me qenë të fortë, ashtu siç na ka mësuar Bacija, ashtu siç na ka mësuar Cali, siç na kanë mësuar gjithë dëshmorët, gjithë ata shokë që e kemi atje, edhe ta vazhdojmë të forcohemi edhe për hir të tyre. Në emër të familjes, të shokëve, gjithë shokëve të ngushtë Calit, bashkëluftarëve, djemve, vajzës, nipave, mbesave të shumt, ju falenderoj për këtë ardhje masive, për këtë nderim që po i bojmë Bacitjash, nderim jo vetëm për të, është nderim për Calin, është nderim për familjen, është nderim për krejt kontributin që kanë dhënë kjo familje, kështu që faleminderit shumë, e Bacitja lavdi qoftë. Se ja nisi me këtë sens.